Shqipëria së shpejti do të ketë një guvernator të ri në Bankën e Shqipërisë. Kandidatin e përzgjedhur nga presidenti bankieri Ngenti Sejko, i cili mori miratimin e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe pritet të votohet të enjten e ardhshme në parlament. Komisioni vlerëson që praktika e gjithë ligjore e paraqitur pranë këtij komisioni në raport me nominimin nga ana e presidentit të Republikës të zotit Sejko është në përputhje me ligjin dhe i kalon seancës plenare vlerësimin e tij lidhur me dekretin e presidentit të Republikës për të votuar ditën e njëjtë të javës tjetër. Ngenti Sejko tha se nëse zgjidhet në krye të bankës do të ketë si prioritet rishikimin e pasqyrave financiare, nëse në thesar është vjedhur realisht 713 milion lek apo më shumë. Do të ishte një nga prioritetet mia parësore, mos them i pari fare, për të vlerësuar, për të parë dokumentat, pasqyrat financiare, për të bërë një inventarizim, dokumentat e inventarizimit humbjes dhe për të gjykuar dhe vlerësuar edhe një herë nëse kjo vlerë është vlera e saktë, përgjegjësitë, ndarjet e përgjegjësive janë të sakta. Për më tepër, përveç kësaj, për të parë kryesisht nëse sistemet e kontrollit brendshëm dhe funksionimi i kontrolleve në departamentin e thesarit të shtetit është ndryshuar, është implementuar, funksionojnë gjërat në rregull apo ka probleme serioze. Një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet burimeve njerëzore brenda bankës dhe sistemit të kontrollit të institucionit, se i kushtoi se do të bëhet një studim mbi nivelin e pagave, përfshikëtu edhe atë të guvernatorit. Sigurisht nëse do të ketë shpërpjestim, unë do të jem totalisht i hapur për të bërë rishikime, pa diskutim si të pagave, si të privilegjeve, pra nëse ka fryrje. Emri i kandidatit ka qenë objekt përplasjesh mes presidencës dhe mazhorancës, ku kjo e fundit ka kundërshtuar me argumentin se Ngenti Sejko duhet të ishte një herë antar i Këshillit Mbikëqyrës. Iniciativa e këtij këshilli për të propozuar si antar të saj Sejkon bëri që mos përputhjet mes presidencës dhe opozitës të shuheshin dhe të shkohej drejt konsensusit, i cili do të materializohet të njëjtën e ardhshme në parlament, ku pritet votimi i Sejkos si guvernator.